A e kuptoni ju se qa po ndodh Shqipëri kohët e fundit apo se kuptoni më? Po lexoja në internet një lajm shumë të bukur, i cili thotë që ka rënë tregu i gabit. E kuptoni qa është ky lajm apo se kuptoni më? Njerëzit në Shqipëri nuk kanë më lekë blejnë as rrobat përdorura te tregu i gabit. Sipas shifrave zyrtare të doganës shqiptare, shifra tregojnë që importet kanë rënë ndjeshëm ndër vite. Nëse në vitet 2015 ky treg gjeneronte rreth 20 milion euro, shifrat janë që ato sot mezi shkojnë në 10 milion euro. Por më tej, lajmi thotë që në Tiranë çuditërisht dyqanet e gabit po shtohen si kërpudhat. Kjo do thotë që tregtarët i kanë lënë ato tezgat që dikur shkonin blete gjithë Shqipëria dhe kanë hapur dyqane për të reklamuar mallin më mirë. Por problemi është diku tjetër, sepse klientët kur shkojnë për blerë te ky treg nuk po gjejnë më mall origjinal. Pas Covidit, të gjithë njerëzit janë bërë shumë dembela dhe nuk shkojnë më nëpër tregje si dikur. Sot hapin telefonin dhe porosisin online. Mjafton vetëm një klikim dhe malli vjen të nesërmen te shtëpia. Pyetja e madhe që po më lind pasi po lexoj këtë lajm është se nëse ky treg a do arritë të rezistojë kohës apo do të jetë thjesht një kujtim i bukur i rinisë tonë. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.